Vazhdojmë në pjesën e dytë të videove që lidhen me teoremin e kosinusit, duke kërkuar të zgjidhim një ushtrim të radhës. Është dhënë paralelogrami ABCD dhe në këtë paralelogram janë përcaktuar gjatësia e brinjës AB me 8 cm dhe gjatësia e brinjës BC me 5 cm. Gjithashtu përcaktohet dhe masa e këndit të gjerë të këtij paralelogrami, që kemi shënuar në figurën tonë tek këndi B dhe kjo është 125 gradë. Atëherë për këto kushte kërkohet të gjenden gjatësitë e diagonaleve të paralelogramit, pra gjatësia e diagonales AC dhe mëtej gjatësia e diagonales BD. Atëherë fillojmë zgjidhjen e ushtrimit me përcaktimin e diagonales AC. Gjetjen e gjatësisë së diagonales AC do ta bëjmë duke shfrytëzuar teoremin e kosinusit për trekëndshin ABC. Pra do të shkruanim AC në katror baras me AB në katror plus BC në katror minus 2AB shumëzim BC shumëzim kosinusin e këndit B. Mëtej duke bërë zvendësimet e secilës brinjë me gjatësinë e saj, do të shkruanim që AC në katror baras me 8 në katror plus 5 në katror minus 2 shumëzon 8 shumëzim 5 shumëzim kosinusin e këndit 125 gradë. Pra në vend të këndit B kemi vendosur masën e tij. Llogarisim kosinusin e këndit 125 gradë, veprim të cilin mund ta kryejmë në çdo makinë llogaritse. Pra shkruajmë tek programi ynë masën e këndit 125 për të gjetur vlerën e kosinusit të këndit 125 gradë, që është minus 0,5735 për të vazhduar dhe me shifra të tjera. Do të marrim vlerën e përafërt. Pra, do bëjmë një rrumbullakim të kosinusit 125 gradës në dy shifra mbas presjes, kështu që kosinus 125 gradë do merret me minus 0,57. Pra, gjejmë rastin këtu të sqarojmë dhe gjeometrikisht kuptimin e pjesës negative që lidhet me vlerën e kosinusit të këtij këndi. Për këtë paraqisim këndin 125 gradë në një rreth trigonometrik dhe kosinusi i këndit 125 gradë paraqitet me pikën me ngjyrë të kuqe dhe duket qarta se që pika me ngjyrë të kuqe i takon pjesës së numrave negativ tek boshti i x-it. Atëherë vazhdojmë me ushtrimin ton nga kryerja e veprimeve, duke zvendësuar dhe vlerën e kosinusit tek barazimin pashëm, do të shkruajmë AC në katror afërsisht barabart me 64 plus 25 plus 45 presë 6. Për të vazhduar mëtej me AC në katror të barabart afërsisht me 134 presë 6, nga ku do të kishim mëtej AC barabart afërsisht me plus minus rrënjë katrore të 134 presë 6. Nga ku AC-ja është e barabartë afërsisht me plus minus 11 presë 6 dhe me qenë se bëhet fjalë për gjatësinë e një segmenti, pra për gjatësinë e diagonales paralelogramit, do të marrim vetëm vlerën pozitive të zgjidhjeve algebrike. Pra AC-ja është afërsisht e barabartë me 11 presë 6 cm. Atëherë pasi përcaktuam gjatësinë e njerës prej diagonaleve, vazhdojmë me gjetjen e gjatësisë së diagonales tjetër. Pra me gjetjen e diagonales BD. Për këtë do të shfrytëzojmë teoremin e kosinusit lidhur me trekëndshin ABD. Është e nevojshme që para se të zbatojmë këtë teorem të përcaktojmë dhe disa elementë të trekëndshit, siç janë masa e këndit A dhe gjatësia e brinjës AD. Duhet kemi parasysh për gjetjen e masës së këndit A se këndet e një pasnjëshëm të paralelogramit kanë një veti që nëse do të mblidhen, do të përcaktojnë si shumë të tyre masën 180 gradë. Pra, duke mbledhur masën e këndit A me masën e këndit B, do të kemi si rezultat 180 gradë. Në këto kushte kuptohet që masa e këndit A duhet jetë 55 gradë. Gjithashtu, me qenë se brinjët ballë njëra tjetrës tek një paralelogram janë të barabarta, atëherë dhe gjatësia e AD-s është 5 cm, pra po aq sa gjatësia e BC-s. Tashmë mund të shkruajmë teoremin e kosinusit që lidhet me trekëndshin ABD. Do të kemi BD në katror baras me AB në katror plus AD në katror minus 2 që shumëzon AB shumëzim AD shumëzim kosinusin e këndit A.
Duke kryer zvendësimet, marrim BD në katror baras me 8 në katror plus 5 në katror minus 2 shumëzon 8 shumëzim 5 shumëzim kosinusin e kendit 55 gradë. Përcaktojmë kosinusin e kendit 55 gradë, vlera e cilit do të jetë 0 presje 57,35 për të vazhduar dhe me shifra të tjera. Ne parafërsisht do të marrim vlerën e tij me 2 shifra mbas presjes. Pra, me kosinusin 55 gradë të barabartë, afërsisht pra me 0 presje 57, kryejmë zvendësimin dhe mëtej veprimet dhe do të marrim BD në katror, afërsisht të barabartë me 64 plus 25 minus 45 presje 6. BD në katror baras afërsisht me 43 presje 4. Nga ku BD do të merret barabartë me parafrim në plus minus rrënje katrore të 43 presje 4, ose mëtej BD merret parafërsisht plus minus 6 presje 6 dhe edhe në këtë rast do të gjykojmë që duke patur të bëjmë me gjatësinë e një diagonale, do të marrim vetëm vlerën pozitive. Pra BD do të merret parafërsisht 6 presje 6 cm. Kështu kemi përcaktuar gjatësitë e diagonaleve të paralogramit, njëra prej cilave, diagonale AC, është parafërsisht 11 presje 6 cm dhe diagonale tjetër BD parafërsisht është 6 presje 6 cm.